Çfarë do të fitojë Zname, çfarë vlen me rikonstruimin e qeverisë, do të bëjë të ditur nesër kryeministri Hristian Mickovski pas mbledhjes së komitetit ekzekutiv të VMRO-DPMN-s. Kryeministri Mickovski zyrtarisht konfirmoi vetëm se është arritur marrëveshje për ndarjen e resoreve. Ne smo razgovarali za personalne rješenje za imenja. Principijelno imamo dogovor okolo resorite. Nuk kemi biseduar për zgjidhje kadrovike, as për emra. Në parim kemi marrëveshje për resorët, edhe më herët kam thënë se derisa të përfundojmë mbledhja e komitetit ekzekutiv të partisë, nuk do të komentoj as resorët, as emrat. Prisni deri nesër rreth orës 20 kur opinioni do të njoftohet në detaje. Deri atëherë nuk do të komentoj as resorët dhe as zgjidhjet personale. Sipas kryeministrit, brenda këtij muaji është paraparë që qeveria të përfundojë rikonstruimin, të miratojë ribalancën e buxhetit dhe nëse ka nevojë, në seanca të caktuara të harmonizojë disa ligje reformuese të nevojshme për agjendën e reformave. Ndryshimet në pozitat e drejtorëve do të mbeten për muajin shtator. Nga ana tjetër, pas rikonstruimit të qeverisë, vlen të ketë 6 ministri, bëri të ditur dje Bekim Sali, sekretari përgjithshëm i Vlenit dhe zëvendës kryeministër aktual, njëherësh ministër për çështje europiane. Vlen do të heqë dorë nga Ministria e Shëndetësisë, e cila drejtohej nga Azir Aliu, ndërsa fiton Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Kulturës dhe Ministrinë për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, të cilat deri më tani drejtoheshin nga Ivan Filkov, Zoran Lutkov dhe Ivan Stojković.